Veçanisht e theksoj një dobësi ku qytetarë bashkombës tonë në momentet caktuara janë vënë në shërbim të armikut. Veçanisht e theksoj një dobësi ku qytetarë bashkombës tonë në momentet caktuara janë vënë në shërbim të armikut. Edhe kjo betejë për pasojë kishte pikërisht punën e madhe që bën ata që ishin informator të pushtuesit dhe kësaj lufta për liri, njësitë e UÇK-s u ndodhen pozita të vështira. Po kjo betejë në mënyrën më të mirë e jep edhe një pamje tjetër. Çdo herë gatishmërinë e shqiptarëve për të qëndruar në rrugën e vet, për lirinë e vet, dhe këtë më së miri e flasin familjet dhe martirët të cilët u flijuan në Rogov, e cilët ne i nderojmë sot. Agim Zeneli u lind më 1962 në Shqiponj, ish Jablanic, e cila njihet si vatër adhetare në për të gjitha regjimet pushtuese që ka kaluar Kosova. Më 1921, në këtë fshat të Dushkajës, bëhet masakër e madhe me që rast po shkatohen 65 burra, në mesin e të cilëve edhe gjyshi i Agimit Avdyl Zeneli. Më 9 shkurt 1993, është refuzuar pushteti okupues serb dhe qytetarët e Shqiponjës kanë zbrapsur një ekspeditë policore, nga se nuk kanë përmbushur asnjë obligim qytetar. Më 11 shkurt ndodh përballje e dytë, tashti me forcat e shtuara të armikut. Agim Zeneli ishte ndër prijatarët e kësaj rezistence, që nga kjo kohë në Shqiponjë kishte roje të rregullta për organizimin e të cilës përgjigjej Agim Zeneli. Ndër gjithë kohën kanë respektin një dhe flok, janë shumë një gushëm, në edhe kom që do shtorëve si në otri, me ju të regu për do akcione që kena morë në këtë fshatin se kemi apër këtu. Në për mas pori jenë morë shumë akcione, kemë po sukses të falenderua edhe gjithë ushtrin që e ka zbatuar çdo normë të UÇK-s. Për po të shef komandantin e Pozit, zotëri Heter Msmakishe, të na njoftojnë edhe pak edhe të tregojnë shokëve, ushtarëve tonë, cilët në datën 21 mars e kena morë një akcion në fshatin Ndëllov. Kemi pas sukses shumë të fort, kemi pas moral lufte edhe kemi kuar fitore. Nga kjo ode vogël e kësaj shtëpije të vogël bën të luftën për liri kjo ushtri e madhe. Sot nga ky njësit në altarin e lirisë së Kosovës prehen 3 dëshmor: Bekim Hysenaj, Agim Zeneli dhe Osman Berisha. Për të bërë rrugën e madhe të lirisë, luftëtarët po nisën drejt fronteve të luftës, për të larguar armikun shekullor nga kjo tokë. Po nisën atje ku i thret zëri i Adheut.
Në fshatin Shqiponi filloi me 9 mars të vitit 1993, të cilën fillimisht e organizoi Sadri Zeneli, tani dëshmor. Prej këtij momenti u lidhen të gjithë djemt që ishin më të fortë, që ishin më patriot trima. Në këtë radhë ishte një ndër të fortë edhe Agim Zeneli, ishte Myrta, Naseri, të gjithë ta dëshmorë që filluan të grumbullohen dhe të organizohen rreth rezistencës e armatosur në fshatin tonë. Ata pak djemë fillimisht që ishin dikush kishte një pushkë personale që kishte lënë baba apo babgjyshi, një revolë, një pushkë gjuhëtije dhe filluan të grumbullohen për të mbrojtur fshatin. Ishte viti 96, nëse nuk gaboj, kur është bërë një sulm stacioni policor në Qallapek, që forcat e policisë Qallapekut dhe sulmi e bën nga pjesëtarët e ushtrisë lëndore të asaj kohe. Me plot sukses. Edhe policia e Qallapekut së bashku me ndihmën që kanë marrë nga PEA, kanë ardhur në përgjum dikun deri në fshatin Rabel. Aty është po ajo ma vendosmëria e lasi, thojmë na, që e ka qitë për hapta shtu kundër pushtuesit, që ai la ka qenë edhe njëri punëtor, njëri familjar, ka qenë për vllazër më i madh, është konë edhe si barci i familjes. Me mjetet e veta, me 2 kamione dhe baker është dalë, ka bloku rrugën dhe me armë që deri atëherë ndoshta nuk delshim disa haptas, o dal haptas. Ndoshta është me rëndësi të shpjegojmë se familja Zeneli është një familje që edhe më përpara, mund të them vazhdimsi, është shu për njerëz zot, për trima, dhe sidomos për luftëtarë në gjitha luftat që kanë ndodhur në rajon në të cilin janë zhvilluar këto lufta pranë Dugaxhim. Sa i përket Agimit, mund të them se është njëri nga gjyshit e tij, nga stërgjyshit e tij, nga vavallarët, pra njëri nga ata luftarë, por i kohës tonë. Tek ai i kemi gjetë tiparet e një djali shqiptar, që është besnik, që është i drejtë, në mendje dhe në zemër, dhe sidomos që ka vetë besim veti, si luftar. Pse thom se ka vetë besim? Sepse një pjesë të madhe të punës dhe të luftës, Agimi e ka ndërtu vetë. Edhe planet vepruese, edhe ndërtimin e njësive. Ne konë të përjashtuam disa shtëpi këtu, edhe e konë që ato, babën e vetë ka po të vujtë, mizin e vetë të vujtë, mizin e vetë në burgje, edhe ka kuptu se s'ka është liria, s'ka është e pa liria. Agim Zeneli, për shtabin tonë, a i ka qenë gjithë shka, kuptimin e plot, në të gjitha drejtimet. Nëse edhe një fishek ju ka dasht këti shtabe e kemi prej Agimit. Atje ku ishte Agim Zeneli, atje ishte lufta për liri, atje ishin armët për liri, që aq shumë mungonin. Atje ishte në fundit gatishmëria e tij proverbiale për sakrificë. Më ka ra me 10 herë, pra të takohem me komandant Agim Zenelin. Dhe mund t'ju them se atë nuk e kam pa unë në luft, pra në akcion direkt, në vizjari, me forcat pushtuese. Mirë po organizimin e shkurjes në Shqipëri dhe pastaj kthyrjes me ushtar, me armatim dhe mënyrën se si ai impononte autoritetin mbi varësit e tij. Kjo ka qenë më rëndësi, pra mënyra si ai imponoi si autoritet. Pra që nuk e përdor ke frikën, ose urdhnin, ose një farforme mu imponu si autoritet për shkak të agresivitetit. Kjo mënyrë e imponimit ti si autoritet komandus, mu më kalon për shtypjet tje jashtëzakonshme. Kishte momente në jetën ushtarake të Agim Zenelit kur asgjë nuk ishte e mjaftueshme. As rrugët që bënte deri në Shqipëri për armë, as hapja i stikameve,
as mbrojtja vijave të frontit, as ardhja në ndihmë njësiteve të tjera gjatë përleshjeve me forcat ushtarake serbe. Ai përherdonte të ishte përkrah ushtarëve të tij. Edhe në varrimin e babait nuk kishte mundësi të shkonte, sepse luftimet vazhdonin e Agimi nuk mund t'i linte shokët vetëm. Fshati Jablanic, tani shqipojnë, ka qenë në një mënyrë edhe lufta për emrin, lufta për nderin, lufta për dëshmin, se kush e ka fuqin në Dugagjin. Dhe janë zhvillu shumë beteja. Forcat serbe në vazhdimsi kanë organizu ofenziva dhe sulme. Forcat e UÇK-s në vazhdimsi janë përballë me këto sulme dhe ofenziva dhe asnjëherë nuk mund të thuhet se forcat serbe e kanë pushtu Jablanicën. Unë isha i pozicionum në vjen e frontin Babaloq. Kështu që her pas here kontaktet ka qenë të vazhdueshme me Agim Zenelin, edhe pse i zhvendosaj në Çeskov, Kpuz, në këtë rajonin e Dushkajës. Mu them që Agim Zeneli gjatë asaj lufte ishte shtylla kryesore e vjes frontit në këtë pjesë. Jo vetëm për Dushkajën dhe Dugagjinin, po ishte ur lidhse e zonave operative si Drnicës, Llapit, të Pashtrikut, Nerodimes apo të Karadakut. Ka ndodhur, ka pas x raste që Agim Zeneli luftoi tërë ditën dhe në mbrëmjet niset paramatim sepse vullnetarët vërshun për gjitha anëve dhe shkojnë në Shqipëri dhe të kthehet. Në gjatë tha mol. Tha për mua nuk ka rëndësi. Tha rrugën për Shqipëri, për me dezertu se kam pranuar, edhe me qenë se nuk ishim ne gjatë ofenziva fshtatorit, nuk ishim me Agimin, për po ishte në këtë pjesë ne ishim Glogjan. Kështu që edhe kudo që të vritna, kudo që t'jem, është tokë shqiptare dhe nuk më zhditën për atë punë, ta beni gjë tillë si që bëri Tahir Zema. Rasti i parë që jam luajtur me Agim Zenelin ka qenë rasti në Likos dhe në Negras. Kalon një përshtypje të veçantë se ka qenë në aspektin operativ. Tek më vonë e ditë se nuk ka akademi të kryme, por ka një shkollë të lartë. Agim Zeneli ishte kudo. Ishte edhe përgjithësin e furnizimit të grupe të armatosura që vinin nga gjitha anët, nga Llapi, Pashtriku, Drenica, të cilat grupe i dërgonte deri në Shqipëri, i armatosur dhe i kthente këtu. Ka pas rast që me një rrugë ka shku në Shqipëri o kthy sikur sot në mjes dhe në mbrëmje ka vazhdu prapë njëjtën rrugë për Shqipëri për të kthyer me grupin. Meqenëse se kishte në këtë rrugë ishte të rruga mbushur, kishte me qindra luftarë që prinin me ditë të tëra për të udhëtuar, Agimi brenda 24 orë bën 2 rrugë për Shqipëri. E kanë tanë qëto, tanë veshin e hinshin e dalshin e masha, tanë që dhe të lagun që ku djelte të mi janë rresha të eshat e ullshu guzhinën të rivet, e kom i hjem dhe e fjet e dhanë buk, e gufja kaj gotë amëll të thënë që kam bëmë fyti. Agimi arke këtu, punjke armatimin, edhe i narkëshim me ta, me kual, e kanë me 5-6 vetë. E dashim për pjetë tu në kufinit, e i kaleshim montanaj me atje ashin me kual me karot, e i marshin armatimin, na u ktheshin këndaj e Ardhë Agimi këtu po shojke në qëtë kullë. Bashkë qëto armatimi qëto najke. Me angër me pif, na ishim tjetën këtu. Agim Zeneli me shok ka hi 100 herë. 100 herë. Këtu bashkëshin ka 5-6.000 vetë ushtarë. E marshin armatimi këtu, e unishin për pjetë. Ku ishte Agim Zeneli ishin ushtarët e ushtrisë së qlirimtarët të Kosovës. Ai kishte një fuqi mahnitse me të cilën i donte njerëzit, ushtarët, por edhe ata e donin shumë. Në 21 maj kemi vendosur të morëm një sulm në pozicionet të serbëve këtu në Dollov. Nga këtu pozita kemi sulmu në serbë këtu, i kemi gju me shnipirka, me mërta i kemi gju, po mirë po ata u tërhiqen mbrapa edhe lypen për forcime, erdhen për forcime. Ndërkohë erdhë helikopteri. Hipi në të drejtojnë për minjeve
edhe gjujken një pjesë onës tepër, më ndeki si ne jemi në të malë aty, na ishin nënën në kontër të njëna. Ka gjuhë një herit, granatoj helikopteri edhe u këthy prap, ka shku sigurisht më mbush municion. Herën e dytë ka ardhen, prap, Akim Zeneli morë mërtajen, e mbushi u përgadit edhe u qunë në kom. Ajo këthy helikopteri pe onës tonë tepër, a nena gjujshin Qeskovak, nena nga pozicionet tonë fshati me gulinave, me armë tjera, edhe në ka hinë e pozicion shumë ullët, kështu nër shpat. Agimi ka gju 2 herësh mërtaj. Ky fshat është Dëllova, këtu rregullisht ka pas forca serbe, plus fshatarët serb që kanë qenë gjithë me uniformë të veshën polic. Rregullisht janë ballafaquk, jo veç fshati joni Kpuzit, po gjitha këto fshatra me ta këtu. Me 13 maj, Agimi ka ardhur me ngjes ton, kem pas me zhvillu disa ushtrime ushtarake në fshatin Shqipon. Në pa deri sa kom dalën në shtëpi veç kanë fillu granatimet. Pe këtyne pozicione këtu dhe në pozicione tjera anej Drinit. E kanë granatu shkollën e Kpuzit, kemi nga me Agimin e kemi të hjeken zancat pe shkollës e pikrisht edhe shkollën e granatojshin edhe në ndërtesat e shtëpive. Kur kemi ardhur këtu, i kemi hetu si në pozicionet e serbe. Nuk kemi ditë dhe në atë moment se kanë pozicione këtu, kështu që kemi rënë në hasën prej tyne. Fatëbashkësisht, fati jonë ishte më i mirë se bumet e tyne, sa që ne as në ka shku në mend, në kanë rënë për mas neve. Edhe rokotelshin ma poshtë ato vishin edhe patëm fatë se nuk u dëmtum. Masa me hena e kanë shumë pozicione serbt. E në largu për këtu. Kemi najtë na 2 orë plota këtu. Edhe kështu që shihet edhe fakti si ju kanë metën këtu pelerina serbe, këtu gjohet të këtyne që kuptohet. Për asaj date këta nuk kena shok këtu, asë kanë mërë këta ma. Shihet, është që edhe i shpumë, si sho? Edhe i shpumë është. Kështu që për asaj date mos serbe në këta pozicion nuk kanë shkelin. Me 3 shtator 1998 ishën pozicionuar këtu në një siti i Agim Zenelit, këtu në Kpuz, kur forcat serbe ishin anena, ato veçën kishin në rrit deri poshtë, dhe këtu ku një ofenziv shumë me ashpër, ku me top 82 mm, Agim Zeneli i gjunë dhe godet një tanks serbe, ku ato me njerë automatikisht u tërheken. Në bas 2 orëve, ato prap fillun. Më arë nëjna dhe me breshëri, me orë ndryshme, do të gjujshin pozicione tona kënina. Po këtu kemi pos një fat që u ko bunkeri kësajde, edhe në konë vetëset e shkollës. Këtu nuk kanë ditë që ku jemi. Dej sa kemi gjutë 3 predha topit. Masë ne, masë kemi shti predhe në 4, këtu masë e ka gjujt, kur automatikisht kanë gjujt edhe forcat serbe dhe është plagos laha këtu. Edhe ka qatë topin për gjystë. Predhe tankut. Predhe tankut, po edhe ka qatë topin për gjystë, edhe laha në ka gjujt 6-7 metra për mbrapa atje. Dhe vetëm me kemi po kapetit ta që jemi plagosën, një mbam një pak, edhe e kena pështil pak me do shka kena mujtë dhe jemi tërheka njëna. O gjuje be, a i shkon Govoljovi, që se kom patë me në hetkin. I ka gjujtë shki që në kësivje mrapa. E këna majtë luftën me to gjithë ditën e gatë. Mas pari krejtë qatë kullën që ati kanë pas gjujtë, krejtë e bon tim, unë të në shimjeta që të vetën, burri plak, tha, unë po i këtë në mujshë se kisha komën në Shqipë, a di që shtu të thime, se mas pari kër na gjujtë më ranë granatat këto, kër erë ma petë të në Shqipë, atë ikim që kënejna, ky Agim Zeneli, konë ka për krahi, më ka si të këte që atje. Shkumja, për jetë parë, ju e fshatit tonë, në njërë të organizume, ka qenë datët 18/1998. Aty, me iniciativën e lahës, me organizimin e mujës dhe të temit, kemë bo organizimin e gjithë fshatit, aty kemë qenë 26 persona, ku nga fshati jem njësë në ora 6, desa jemi organizu, kemë rejnë ora 8 në Shqiponje, në Shqipëllanis. Aty, nga Shqiponje jem njësë në ora 8. Aty kemë qenë të organizumë dikun ka 8 traktora, 9 traktora, por asoj koloni për interagim Barzeneli. Të mon, e kemë kalu një lom aty, një lom i vogël, prua po bërim që kemë kalu, e kemë zatit një kolon. E aty unë isha afër lahës, edhe ka qenë shumë interesant, ato raste nuk harrohen bashkëlet.
Edhe aty i kish një 120 vetë, po na ishim 250. Ishim të shku në Shqipëni për furnizim. Loha, tha, unë tha, kom tha buxhetin tim, tha, edhe gjithë ta delmosha që i kom marrë prej tushit, pa i amatos nuk thejna. Edhe aty, do mon u binda vetë se çfarë vendosmërie për shembull që kishte marrë Loha. Vendosëm që ta marrim rrugën për Shqipëri, për të shkuar, dhe aty e pam që rreth bisedime këtu në fshat dhe mbledhjes fshatit që e bëm aty e prezantuam që ka më na prin njëri ndër prisit e ushtrisë shërimtare të Kosovës, Agim Barzeneli. Dhe ai nuk ishte vetëm si pris i ushtrisë, por ai ishte një shpend me krah, sepse ishte një luftëtar i Zotit dhe njëri ndër komandantët më të shquar të rrafshit të Dugaxhinit. Nuk ka gjuhë që mund të shpjegoj dashurinë e këtyre luftëtarëve për liri, por po aq e madhe ishte edhe nderimi dhe respekti që i bënin njëri tjetrit dhe e prorëve që i kishin zgjedhur vetë. Në mëngjes, kur bashkum, erdhën në bashkëtar për vërim, Agimi veçe u shue. Tha, ju tha mërne, tha kry ceremonin, tha vërresne, tha se unë tha duhet më shkue, tha një pët. Tha Beshir, tha krye këtë punë, tha bashkë me këta, unë tha shkova. Po të shokët pët. Thash mirë, thash baban, thash po me mërë pjesë, tha e kom, tha atje, tha shokët, tha dhe sulmet ishin shumë të forta të fuqishme, që më ofenzive fort, dhe ka shku. Në prami këtë dek baban me nëgjez u lemru si ka forca serbe po granatojnë fshatin këpoz. Unë po i tham Agim urnën gjithu nelt se pikin e ki nelt dhera është e hapën ati nelt, kur arga ty e ka gjetën Bekim Hysenajn, e ka ngre peticën, e ka turbit, e ka vërgu terenin, ka gjujt disa herë, pej këtujt e ka marrë rrugën, edhe ka shkua të shkolla në pikën kryesore ku kon ngre në topi. Ne të gjithë ushtarët të pregaditëm dhe ishëm në përpikat tona kyqet e cilët ishëm të gjithë të caktuar, ku kishëm venin e caktuar për të mbrojtur fshatin e Aldhaun. Agim Zeneli pa pritmës, asë e pritëm që do të vije mirë, po Agim Zeneli kishte lënë varrimin e bajt e vetë edhe nuk bashkan gjetë atë ditë. Agim Zeneli u plegua sa ditë në atë vend ku shtinte me të dhe trupit e cili shtinte Agim Zeneli ishte i shkatëruar, por fatbarësisht Agim Zeneli në atë moment të mbihej e vdekjen. Loha ka qenaj që kam ngrit moralin jo vetëm të vllazëria vetë, po në fshat edhe me gjerë në për njësi edhe në për kështu. Ka ngrit moralin edhe ka kriju bindje se cila është Kosova, cila duhet tjetë dhe kush është poshtu se Serb. Tërë ditën rishim ditë po atë frontit edhe 3 natën me ndrime, së boshëm Agim Zeneli në epë këurën edhe të qelshim istikome sa ma gjatë, të mbrojmë se na u thej, delshin në pozicionin e shkijet, ndryshin pozicionin, e na qyshim vrek në pozicionin e duke me punu me istikome se arsyeja arme tona me arme të Serbë duke të përballoj me edhe bashkë me istikome tona që ishim. Ka qenë ofenziva e dytë, gjithë shokët e dinë që çfarë ofenzive ka qenë, edhe mas një kohë shumë shkurt, kur u ktheva e konë Musa Gjakova bashkë me djemt grupit e Gjakovës. Grupin e Gjakovës ka qenë në pika tona këto, kur na ishim në pikën e ka Balle Krajlanit të ne o thirke, kur u ktheva në pikën këtu pësho Agimin që kishte ardhë edhe kishte hinë mena istikome këtu në rrova aty. 21 maj vërtet ka qenë një ditë ofenzive që kishin ndërmarrë forca tona të konsoliduara nga Trianet. Ishin një grup nga fshati Grabanic, ish Mir Zeneli me njësinë e vetë në fshatin Çeskov, kurse në fshatin Këpuz ishte Agim Zeneli. A ditë dikun prej orës 12 deri në 13 jem organizu, kem marrë kështu një
s'ta tham një ofenziv ndaj pikave të okupatorit, cilat ishin të pozicionuar në fshatin Dëllov, kanë dhënë me njëherë urdhën Agim Zeneli, si pa urdhën, tha mësëm qitë një kërkush. Ka dhënë urdhën, tha gati për sëllëm edhe kem sëllmu. Unë e di kur vetëm e kem sëllmu, ma në kum ditë vetëm kur e kum pa helikopterin, kur të jordzu. Kur i ka dalë ty? Kem qenë të mbulum prej dheut. Sa që ka pas ushtarë që edhe e ka pas ndoshta një farë edhe vedijen e humbun, sepse ka qenë një sulmi i paparashikuar, si tham ashtu. Edhe kështu që kur i mësu një ushtar hoxha, ka qenë i Drenicës, muar ma kanë gjitha ganeja je mirë, thash po mirë jam, thash po a mos e vra dikush. O qua Agimi tha kërkush nuk o vra, tha po vetëm shikoje helikopterin ta si për deltimi. Agim Zeneli i armëve të ushtrisë së qlerimtare të Kosovës e kishte përnder të ambante snajperkën që ja kishte dhuruar komandanti legjendar Adem Jashari. E kom derin e madh që ky snajper të komandantit tonë legjendar Adem Jasharit e mbaj unë si familja e Agim Zenelit. Në shqiponjën e lirisë dhe të krenarisë atë dheut kanë rënë dëshmarë. Myrtë Zeneli, Driton Zeneli, Sadri Zeneli, Nasser Brahimaj, Agim Zeneli, Luan Smaili, Gani Brahimaj, Muhammed Zeneli, Aze Brahimaj, Ram Mehmeti, Bajrush Mehmeti, Arben Mehmeti, Fitim Rejja, Islam Ademi, Lan Rejja dhe Gjevdet Hati. Ndërkaq u martirizuan Ali Rama, Arif Kosumaj, Sejdi Kosumaj dhe u sepse ata nuk vdesin kurrë, siç nuk vdes kurrë as kujtimi, nderimi dhe atë dhe dashuria dëshmorit Agim Bardh Zeneli. Po janë shumë momente se motra si kujtohet për vlla, po nuk kujtohet vetëm për vllain tim Agimi, po për shumë shok si ka pas, ose rrethën e vllaznisë, rrethën e shokëve, të ushtarëve të tij. Është ala mushi, me këta ushtrinë vetë më shuk, më thonë më shkujt. I kom hanë, Zoti lash në shnjon, thash po ka shnjor, Zoti lash në edhe ty, që u konë ushtari yti, thash, ama njëti mja që unë ven. Tha po non, tha më s'ki derë. Ditën e parë të dëfimeve të shatorit në Kpuz, Agimin e godasin sopat e ganatë. Shahira një nga poshka, se edhe i pak në qafë. Rojo pak në qafë. E gre për që për në poshka. Kjo nuk është vdekje. Kjo është përjetësi.